Për të folur për gjitha këto zhvillime dhe për pretendimet që kanë jo vetëm kandidatët brenda listës hapur të Partisë Demokratike, të cilët 3 prej tyre u rrëzuan sot nga Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve, por për të gjithë pretendimet që opozita, koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka për 11 majin, kam kënaqësinë që sonte në studio të kem Franc Nurin, i cili është përfaqësues i Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Mirëmbrëma zotin Nuri, gjithmonë kënaqësi kur flasim së bashku. Mirëmbrëma. Do doja ta nisja fillimisht me këtë zhvillimin e fundit pra që ka të bëjë me kërkesën e kandidatit të Partisë Demokratike që u rrëzua. Ju e prisnit dhe është i drejtë sipas jush vendimi i kas që e drejta për rinumërim u lind vetëm subjekteve politike dhe jo kandidatëve, dhe nëse po, jeni gati që ju si subjekt politik ta merrni përsipër këtë kërkesë të kandidatëve? Patjetër që e marrim përsipër që t'i mbështesim gjithë kandidatët të anë, gjithë kandidatët e Partisë Demokratike dhe të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. E kemi shprehur atyre këtë gjë, i kemi inkurajuar që të gjejnë provat për pretendimet që mund të jenë për parregullsi, sepse edhe Partia Demokratike këtë është duke bërë si subjekt zgjedhor. Konteston parregullsitë në të gjithë qarqet e Shqipërisë dhe për shembull kandidatët i kemi inkurajuar të marrin kamerat, pamjet filmike, ti analizojnë nëpërmjet stafeve të tyre dhe të na i vënë dispozicion, pse jo? Që të gjithë së bashku të vazhdojmë në këtë betejë të përbashkët. Po, vetëm diçka këtu zotin Nuri, se do ju lë gjithë kohën e nevojshme në dispozicion. Po, a bëhet pak paradoksal procesi që të gjithë akuzojnë të gjithë për vjedhje se kandidatët e PD-s nuk po i kërkojnë për të bërë një rishpërndarje të mandateve, po i kërkojnë sepse thonë që ne na marr vota dhe ne mund të ishim ngjitur më lart në listën e hapur dhe në shanset e tyre për të marrë një mandat deputeti. Ju duket pak paradoksale duke shtuar këtu ndoshta edhe pikpyetje që ka Adriana Kalaja, kandidati i listës hapur, e cila akuzon Jorida Tabakun se ka marrë mandatin në mënyrë të padrejtë. Pra çfarë thonë gjitha këto për Partinë Demokratike? Shikoni, këto mbeten për të verifikuar të gjitha. Ne si subjekt politik kemi bërë ankimimin ton. Në Tirana ishte qarku i fundit që ankimuam, brenda fatit 5 ditor, brenda fatit maksimal. Kemi lënë mundësinë që t'i akomodojmë gjitha kërkesat e kandidatëve dhe çdo parregullsi, qoftë për votën e subjektit, qoftë për votën e kandidatit, se tek e fundi një flet votimi është. Absolutisht. Të gjitha parregullsitë do të këtij procesi ne na shërbejnë për të demonstruar farsën elektorale tek e fundit. Dhe të gjitha ato le të dalin, le të shihen të gjitha se edhe nëse janë brenda, edhe nëse kanë ndodhur brenda partisë tuaj, ju thonë, jemi të hapur. Po ato i administron Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, procesin e administron Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Domethënë, ne jemi të hapur që të shohim dhe të vërtetën që mund të ketë ndodhur në atë proces, cila do qoftë ajo. Dhe për të përgjigjur edhe pyetjes tuaj të parë, unë isha vetë prezant në kas sot për t'i asistuar si suport, po themi kandidatët gjatë seancës që ishte e sotme në KQZ, ku ata patën mundësinë të shprehen, pavarësisht se seanca nuk ishte publike, sepse është seancë paraprake dhe që janë rregullat e kasit. Vetëm seancat gjyqësore të themelit janë ato që transmetohen live me media. E kuptoj, po. Por kandidatët patën mundësinë që të shprehen, të japin mendimin e tyre. Unë po ju shpjegoj si avokat, si jurist, që është një procedurë e parashikuar në kodin zgjedhor që janë edhe jurisprudenca e kasit dhe 2021 ka qenë pikërisht kjo, që janë partitë politike dhe koalicionet ato që kanë legjitimitet që të ankohen për rezultatin zgjedhor. Dikush mund ta shohë të drejtë, dikush mund ta shohë të padrejtë, por ky është realiteti, ky është kodi zgjedhor që kemi aktualisht, i cili i pengon në një farë mënyrë kandidatët që të ankohen drejt për drejti. Po pse s'e morët përsipër ju këtë kërkesë? Apo nuk e bëni dot zoti Nuri? Kodi lejon që vetëm subjekti, partia dhe koalicionit të ankohet. Ne jemi ankuar për Tiranën, në mënyrë të përgjithshme për çdo lloj parregullësie, kërkojmë përsëritjen e zgjedhjeve. Kërkojmë çdo gjë dhe kandidatëve i kemi thënë, kemi shpjeguar edhe paraprakisht. Ja shpjegoj edhe sot nëpërmjet valëve të emisionit tuaj, që të vinë çfarëdo lloj shkelje që kanë, të vinë të qoftë edhe në seancë do jetë për qarkun përkatës, të vinë dhe të flasin dhe të sjellin dokumentat që kanë, provat që kanë, indiciet, informacionet, këto janë të domosdoshme edhe për ne si subjekt, që ta bëjmë bashkërisht këtë betejë, sikundër na kanë ndihmuar, na kanë sjellë materiale, degët, kandidatët e ndryshëm në qarqe ndryshme apo edhe drejtuesit politik, sepse tek e fundit ata janë që kanë luftuar në fushat gjatë betejës elektorale, edhe ata i disponojnë më mirë, njohin më mirë terrenin, njohin më mirë problematikat. Nuk mundet që qendra të di se çfarë ka ndodhur në X zonë të një qarku caktuar, apo në X kuti, qendrë votimi, patjetër që kandidatët janë ata që e njohin më mirë terrenin. Fillimisht një pyetje në lidhje me një zhvillim që ndodhi ditën e dieshme dhe që mori në një farë vëmendje edhe në një farë pikë edhe vëmendjen e politikës në Shqipëri. Si u duk deklarata e zotit Berisha për zotin Ilir Rusmajli, ish ministrin e tij? E ka të drejtë Berisha? Ai ka bërë parregullsi gjatë kohës që ka shqyrtuar kërkesat e bëra nga opozita, zoti Nuri?
Nuk më takon që unë jam parë. Jo, ju shikoni pjesën ligjore. Pra ju kuptoni nëse ka drejt apo s'ka drejt përmes mënyrës se si është sjell për kërkesat tuaja. Nuk më takon të bëj gjykatësin këtu në studio për të thënë se cili ka të drejtë apo cili nuk ka drejtë, se unë jam vetë palë, jam përfaqësues i Partisë Demokratike në lidhje me këtë proces zgjedhor. Por gjykoj që ka pasur tendencë, pra si trup kuazi gjyqësore në KQZ ka pasur tendencë fillimisht që të mos vëjnë dispozicion provat për ne ankuesit, pra për Partinë Demokratike, se subjekti vetëm që është ankuar në këto zgjedhje, nuk e kemi parë që partitë tjera, qoftë opozitare, janë ankuar zyrtarisht me procesin, pra të bëjnë një ankim formal dhe ta paraqesin aty. Jemi vetëm ne që po ankohemi kryesisht, dhe nga ana tjetër mungesa e transparencës së KQZ-s është vënë e dukshme. Dhe ne në ankimimin e parë që ishte i qarku i Kukësit, aty u ndeshëm me një barrierë nga ana e Kasit, i cili me shumicën e votave, 3-2, e pengoi marrjen e provave në fillim dhe u desh pastaj që në seancën e një qarku tjetër më pas, qarkun e Beratit, ku unë ndoqja personalisht, ne pranuam si subjekt që të paktën na viheshin në dispozicion provat në mënyrë elektronike. Për çfarë po flasim konkretisht? Po flasim për të dhënat e mbylljes së tabelave të çdo qendre votimi. Janë të dhëna shumë të rëndësishme, ato tregojnë sa flet votimi kanë pasur çdo qendër votimi, plus rezervën 2% të detyrueshme të fletëve votimit, tregojnë sa zgjedhës kanë qenë në listë, tregojnë sa zgjedhës i kanë votuar realisht, tregojnë sa persona janë identifikuar me pajisje, tregon sa persona tjerë mund të jenë identifikuar manualisht, pra kanë nënshkruar, dhe duke bërë kryqëzimin e gjithë këtyre dhënave, ti mund të arrish në konkluzione shumë shpejt se çfarë ka ndodhur me zgjedhjen në Shqipëri, nëse ka pasur abuzive, nëse ka pasur shkelje ligjore, nëse ka pasur shkelje procedurale, ku kanë shkuar fletë e votimit. Ju e dini që ende ne nuk kemi një shifër zyrtare se sa kanë votuar në Shqipëri, sa shtetas kanë votuar brenda vendit. Një shifër definitive. Sepse pikërisht ajo del nga kjo shumatore e këtyre tabelave që ne i kërkuam herën e parë, por që na u refuzua tekstualisht, dhe zoti Rusmali ishte ai që në seancë përballë meje e tha që e shprehu që këto duhet i kishte partia. Faktikisht partitë nuk janë të detyruara që të marrin kopje të akteve, nuk janë të detyruar që të marrin kopje gjatë procesit. E qartë, po mirë është që merrni se kur nuk mbroni vetën tuaj, zotin Nuri. Jo, patjetër që mund t'i marrin, por duhet edhe në formën e kërkuar nga ligji. Pra, nuk mundet të merren me fotografi celulari dokumenta zyrtare, sepse do jenë të vështirat për të provuar më pas që janë autentike apo jo. Dhe prandaj ne i kërkuam të kopje të njësuara ose të paktën zyrtarisht në përcjelleshin nga KQZ-ja, sepse jemi në proces ankimimi. Ishte mirë menduar ankimimi për Kukësin, se pash një lloj reagimi që një pjesë ndoshta e opinionit publik që shpreh mendimet e tyre edhe në rrjetet sociale mund të jenë të habitur për faktin që po ankimoni rezultatin e një qarku që ju e fituat, dhe aq më tepër fituat me rezultatin e vitit 2021. Pra aq deputet, madje edhe individët janë të dy, zoti Flamur Hoxha besoj dhe Isuf Çela janë të dy deputetet aktual të qarkut të Kukësit, dy deputetet të cilët do të vazhdojnë të jenë edhe në legjislaturën tjetër. Përderisa ishte i njëjti numër deputetesh, ju e fituat si qark, çfarë kuptimi kishte të ankimonit Kukësin, zoti Nuri? Atëherë, Kukësi mori më shumë vëmendje, meqense ishte qarku i parë që u detyruam të ankimojnë, sepse zoti Celibashi e shpalli rezultatin e Kukësit veçmas, e shpalli të parin dhe duke shkëputur nga grupi tjetër i qarqeve të tjera. Ndërkohë, disa ditë më vonë, zoti Celibashi dhe në KQZ shpalli rezultatet e 4 qarqeve tjera në blok. Dhe ne kur kemi bërë ankimimet tona, se i kemi bërë për gjitha qarqet, këtë duhet ta shpjegoj, u detyruam të ndjekim Kukësin fillim sepse afati i ankimimit fillonte nga dita e shpalljes së rezultatit. Dhe ai afat 5 ditor përfundonte më shpejt se sa ankimimi i Tiranës, që ishte rezultati i fundit, u shpall bashkë me Durrësin dhe u shpall. Prandaj dhe Kukësi, po ne kemi ankimuar edhe Lezhën, kemi ankimuar edhe Shkodrën, dhe qarqe që i kemi fituar. Pse? Për ta kuptuar edhe publiku. Në të cilat në gjitha qarqet keni të njëjtin numër deputetësh siç keni patur në vitin 2021 dhe që ju keni fituar, zoti Nuri. Po, ne nuk e kemi shqetësimin me 1 apo 2 epizode. Nuk mund të dalësh dhe të deklarosh për farës elektorale, vlerësoj unë, dhe për parregullësi të gjithanshme, nëse ti nuk ankimon dhe nuk gjen shkeljet e procesit kudo në Shqipëri, por mbyll syt përpara parregullësive në qarqe të caktuara sepse me idenë që ke fituar. Jo, ne aty ku kemi parë parregullësi, dhe aty ku shohim parregullësi, jemi me idenë që t'i çojmë përpara. T'i çojmë përpara, t'i bëjmë
të ditura publikut, ta shohin qytetarët shqiptarë se si kanë votuar edhe aty ku kemi fituar, sepse edhe aty kemi fituar me jashtëzakonisht shumë vështirësi, sepse fenomenet e patronazhimit, fenomenet e përdorimit të administratës kanë ndodhur kudo. Diku kanë impaktuar më shumë, diku më pak, por nuk është se ato nuk kanë ekzistuar. Pra paligjshmëria ka ndodhur edhe në ato qarqe që ne kemi fituar. Tani do të ishte e rëndë që ne mos ta denonconim edhe aty ku pavarësisht gjitha këtyre përpjekjeve ne kemi arritur të fitojmë. Kështu që patjetër që do të ankimonim të gjitha, dhe kjo është edhe logjik nga pikpamjen politike të gjës. Zoti Nuri, dua t'ju bëj se e kam të freskët bisedën që kam zhvilluar mbrëm me ish kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me zotin Kristaq Kume, dhe dua t'ju bëj një paralelizëm të deklaratave që ai më tha mbrëm me diçka që më thatë ju tani. Zoti Kume tha që kodi zgjedhor, pavarësisht faktit se çfarë mund të ndodhë, çfarë mund të ketë ndodhur dhe sa Partia Demokratike mund ta provojë, kodi zgjedhor është i ngurtë në mënyrë që dënon personin që ka bërë krime zgjedhore, por nuk thotë që duhet të ndryshohet edhe rezultati. Pra ju po e bëni gjithë të luftë, po sa shpresa keni që mund të ndodhë ripërsëritja në disa qarqe siç e kërkuat, apo të shpallen të pavlefshme zgjedhjet, të bëhet një qeveri teknike dhe të bëhen zgjedhje të reja, me këtë kod zgjedhor që siç e tham, siç e thonë edhe ekspertët, është shumë e vështirë ta ndryshojë rezultatin. Po, e kuptoj qasjen që mund të kenë një pjesë e opinionit dhe një pjesë e ekspertëve për këtë çështje. Është e vërtetë që kodi zgjedhor joni nuk është perfekt, ka dhe i tmetat e veta, është një kod mjaft i ngarkuar me nene dhe me rregulla, ndryshe nga shtetet tjera, por për sa i përket pjesës së ankimimeve, kodi zgjedhor ka parashikuar mekanizma që mund ta vendosin në lëvizje dhe paligjshmëri mund ta konstatoj edhe vetë kryesisht KQZ-ja. Pra, pa pasur nevojë që të ketë proces ankimor. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konstaton që ka paravullsi, edhe vetë kryesisht mund të kërkojë përsëritjen e zgjedhjeve dhe konstatimin dhe nxjerrjen e pasojave të këtyre. Por ajo që ka dashur të thotë zoti Kume në lidhje me faktin që një vot problematike apo e paligjshme nëse do rinumërohet do dali sërish e njëjta gjë, ajo ka të bëjë thjesht me numërimin faktik të një qendre votimi të caktuar. Patjetër që nëse një qendër votimi ka ndodhur fenomeni i terrenit bullgar apo i fenomeni karuzel, pra i manipulimit nëpërmjet futjes së fletëve votimit nga jashtë. Dhe kjo mbetet shumë e vështirë për ta vërtetuar pasi janë votat në Putin. Nëse keni pamje kamera sigurie po, kur janë votat të brenda, ju se dini ja kanë hyrë me tren bullgar, a me autobus italian. Këtë desha shpjegoj që nëse është manipuluar në fillim procesi, vota është bler, për ta thënë në mënyrë më të thjeshtë, dhe ajo është aty ku ti rinumërimi, këtë gjë do të cilët njëti rezultat do të prodhojë. Por ne nuk kemi kërkuar thjesht këtë gjë. Ne kemi kërkuar pavlefshmërinë totale të zgjedhjeve, sepse faktet dhe ngjarjet, episodet që kanë ndodhur më përpara zgjedhjeve, e kanë ndikuar gjithë procesin, e kanë njollosur gjithë procesin me paligjshmëri. Pra, e thënë ndryshe, një pjesë e madhe e paragullësive ka ndodhur përpara ditës së zgjedhjeve, ose kanë vijuar deri në ditën e zgjedhjeve, madje ka edhe gjëra të tjera dhe parregullsi të tjera që kanë ndodhur edhe mbas ditës së zgjedhjeve gjatë numërimit. Sekundërisht episodet ku në Kazazën numërues mos e Nuri, se kjo është, ju nuk keni besim tek numëruesit tuaj, s'keni besim tek sa, se kanë qenë nga dy numërues aty, pra në kuptimin e kemi kam fjalën tek episodi që ndodhi për dhunimin në përgjithësi, po. Jo, po flas për dhunimin që ndodhi komisioneri ton në KZZ numër 30, për shembull Kashar. Gjatë 2 ditë mbas përfundimit të zgjedhjeve, por ishte procesi numërimi. Pa dashur fare që ta justifikoj, pa dashur fare që ta justifikoj, por ishte vetëm një rast nga gjitha pa dashur fare, që mos më keq kuptohet deklarata, absolutisht. Por ishte vetëm një në të gjitha qendrat e KZZ në numërimin. KZZ numër 40 në Tiranë gjatë numërimit ka patur vetëm ajo 2 probleme. Problemi i fletëve me ngjyrë ndryshe, që e konstatoi Partia Mundësia dhe jo ju. Po jo, kanë vajtur aty zoti Këlliçi ka qenë aty, e kanë konstatuar. Dakor, po më duk sikur Këngulin e kishte një parti e vogël që nuk ishit ju dhe madje pati në disa momente një farë pikpyetjesh edhe në debatesh edhe mes jush dhe Partisë Mundësia. Pati fokus mediatik ndoshta në atë moment, por informacionin unë e kam pasur direkt nga numëruesit tan që na kanë kontaktuar për ditur mënyrën si të vepronin. Dhe i kemi orientuar që të mbajnë proces verbal të veçantë për çdo lloj pretendim. Madje këtë rast ne do ta evidentojmë, e kemi paraqitur tek ankimi për Tiranën dhe do jetë një nga pikat e forta. Dhe aty kishte 2 episode, po thosha, fletët me ngjyrë tjetër, por ishte edhe mënyra e palosjes së tyre mjaft e çuditshme, uniforme në shumë
raste. Ato ishin vota diaspore, zoti. Jo. A nuk ishin vota diaspore, thash mos ato të zarfit. Për rastin e KZZ 40 njësia nëmër 9. E qartë. Ja kam 2-3 minuta në fund, duhet flas pak për çështjen e votës diasporës. Mëri përshtypje një deklaratë televizive e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike Flamur Noka, i cili tha kemi vendosur GPS në disa fletë votimi të shteteve të ndryshme, rezulton që votat janë atje sipas GPS-it dhe ndërkohë rezultojnë të numëruara në Shqipëri. Është e vërtetë diçka atje? Me thënë drejtën, nuk kam informacion dhe nuk e kam parë. Po për pretendimet që keni, po kjo më mbeti në mendje nga deklarata e zotit Noka. Nuk e kam ndjekur si lajm, por diaspora mund të them që ka pasur probleme të jashtëzakonshme. Akoma ende në këtë moment, po të hap rrjetet e mia sociale, mund të kem mesazhe dhe ka mesazhe pafund që më vijnë nga qytetarë të ndryshëm anë mban botës që tashmë ka marrë kurajon dhe na sillin prova të reja, indicia të reja për këtë proces. Dhe kjo është e habitshme. Ku dëshmojnë që edhe vetë ata kanë shkuar të marrin votën edhe për bashkëshorten për shembull, që normalisht nuk lejohet, sepse duhet që të ishte dorëzuar personalisht dhe tregojnë që kur kanë vota vota ndërsa një shtet tjetër zotë Nuri, ju duhet ta kishit marrë parasysh që në momentin kur ndolli se këtu votimi familjar mbetet problemende. Imagjinoni një shtet tjetër që ju të prezantojë. Është problem mjaft i madh votimi familjar edhe brenda vendit, por jashtë vendit me diasporën ka ndodhur një pjesë e mirë e farsës elektorale. Po pse nuk e pranuat elektronikisht zotë Nuri procesi, mund të ishte ndryshe? Kur në momenti që do nxjerrim bilancin e gjithë kësaj gjëje, unë mendoj që duhet parë ajo çështje, duhet diskutuar, duhet analizuar. Pra, në kuptimin tuaj si ekspert, do ishte më mirë elektronikisht apo sulmet kibernetike edhe aty mund ta bënin procesin në pikpyetje? Edhe ky risk ekziston, por nga sa shoh nga gjithë procesi, vështirësia më e madhe që kemi ne për organizimin e zgjedhjeve vjen nga faktori njerëzor. Sa më shumë faktor njerëzor të ketë, më shumë risk ka. Pa e shikoni te numërimi. Unë isha te diaspora prezent, te numërimi i diasporës te Parku Olimpik Feti Borova, ku shkoja ndiqja her pas here. Tani duhet merren partitë politike, organizohen me vëzhgues që duhen zëvendësuar, me numëruesët që janë aty me ditë të tëra të lotshme, me një staf të jashtëzakonshëm për të numëruar disa vota, disa qindra mijëra vota. Ndërkohë që mund të ishte bërë në një mënyrë më të thjeshtë ose mund të bëhet në të ardhmen në një mënyrë më të thjeshtë numërimi i tyre. Domethënë imagjinoni shkonin kandidatët me 2-3 persona të tjerë, vëzhgues, një fluks jashtëzakonshëm që normalisht mund këto vota mund të numërohen shumë më thjesht. Pra, për të nxjerrë bilancin kemi ende kohë, mund të ka vend për përmirësime sa të doni dhe gjykoj që këto do t'i ngelin mbas përfundimit dhe mbas përfundimit të rezultatit plot zgjedhjeve që do të thotë mbas fazës së ankimimeve. E mbyllim, është mandati 14 i Partisë Demokratike në 17.000 votat e pavlefshme në Tiranë? Kjo mbetet për tu parë. Shpresat tuaja? Mbetet për tu parë tek ato dhe kudo brenda qarkut të Tiranës ku mund të ketë po them për gjithë qarkun. Por ne luftojmë për të jo vetëm për mandatin e 14. Ne luftojmë aty që të përsërisim zgjedhje si kudo në të gjithë qarqet e Shqipërisë. Kjo është thelbi i luftës Partisë Demokratike. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi që ju kishte.